Vëllezër të ndershëm, besimtari e pret vitin e ri, e para nga ajo është e pret vitin e ri duke marrë mësime nga e kaluara. Nga se ai që nuk merr mësim nga e kaluara, s'ka mundësi që ta përmison dhe vetën e tij. Ajo e kaluara është që ne në vitin e kaluar shumë vëllezër që kemi pas në mesin ton i kemi përcjell për ahiret. Shumë vëllezër të cilët i kemi pas të shëndosht, ndoshta janë të sëmur. Shumë vëllezër të cilët kanë qenë të begatuar, ndoshta i sot janë të sprovuar. Pra s'ka dyshim se zgjatja e vitit apo ardhja e vitit nuk është begati në vete çdo herë. Nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i miri nga ju është ai i cili jeton më gjatë dhe van vepra të mira. Dhe më i keqi nga ju është ai i cili jeton gjatë, mirë po ban vepra të liga. Pra zgjatja e jetës nuk kanë çdo herë vëllezër të ndershëm begati. Zgjatja e jetës me vepra të mira është begati. Pra nëse vlen të gëzohet me ardhjen e vitit të ri, mendoj se të vetmit janë ata që meritojnë të gëzohen, janë vepërmirët. Nga se ata falenderojnë Allahun Azza wa Jall që Allahu ja mundsoi që në vitin e kaluar ta nxjeshin dhe ta stërmbushin jetën e tyre me vepra që e gëzojnë Allahun Azza wa Jall. Pra transmetohet nga Fudail ibn Iyadi, i cili takoi një plak dhe e pyet për moshën e tij, ku plaku përgjigjet dhe thot: në këtë ver i mbusha 60 vit. Fudail ibn Iyadi i përgjigjet atij dhe na mëson të gjithë neve me anë të kësaj këshille dhe i thot: 60 vite i pas e mbush. Pra mendoj se që 60 vjet kanë shenis për të arrit tek Allahu, ndoshta shpejt ke për të arrit. Kur ndëgjoj plaku përgjigjen e Fudail ibn Iyadit, pasi që e pyeti sa vite i ka mbush, tha: inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Tha Fudail ibn Iyad: ai që e din se është i Allahut dhe ai që beson se ka për të kthyer tek Allahu, a e din se ka për të ndalë dhe ka për të pyet para Allahut. Plaki qajti kur e ndëgjoi Fudail ibn Iyadin, nga se e dinte se ai që kthehet tek Allahu Azza wa Jall do të pyetet para Allahut Azza wa Jall. Atëre pyeti Fudail ibn Iyadin dhe i tha: a ka shpëtim dhe rrugdalje për ne? Fudail ibn Iyadi ju përgjigj dhe tha: po. Tha: ke frikë Allahun Azza wa Jall, edhe ato vite dhe ato ditë, apo ato muj që kanë ngel, Allahu t'i fal vitet e kaluara. E nëse nuk e frikë Allahun Azza wa Jall ditët në vijim, vepron vepra të liga në ditët të vijim, Allahu do të pyete për të kaluarën dhe për të ardhmen. Nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: innamal a'malu bil khawatim. Dine se veprat në konsiderat tek Allahu Azza wa Jall janë si pas përfundimit. Pra lusim Allahun Azza wa Jall që ne të kemi përfundim të mirë. Pra çështja e parë që e pret besimtari vitin e ri
është e llogarit dhe vetën e ti, i llogarit ditët e kaluarat e ti, e nëse në ditët të cilët që kanë kalu, nuk është i kënaqur me to, duhet të vendos që vitin në vijim të përmison gjendjen e ti, të përmison adhurimin e ti, të përmison ibadetin e ti, që të pregaditet që të takohet me Allahun Azza wa Jall. Pra më të mirit, janë ata që e mirëpresin vitin e ri, me vendosshmëri, me përmisim të niyetit të tyre që të veprojnë në vitin e ardhshëm vepra më shumë se sa kanë vepruar në të kaluarën. Pra Allahu të ndershëm dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i të rëndësi të modhe zemrës, kur i drejton të sahabëve dhe ju dokon të ata. Pra një ditë për i dëdue, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një dinar i ka të i kalu 100 dinar. Pra një dinar që është dhonë sadaka lemosh, ja ka të i kalu 100 dinarve. Dhe ata që ndëgjuan fillimisht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, o habitën si ka mundësi që një dinar sadaka lemosh të jipet për Allah dhe 100 dinar qetri t'i jep gjithashtu për Allah, mirë po një dinar që të i kalon 100 dinarve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast ngri vullnetin e të varfër e fukarave dhe i tregon se tek Allahu Azza wa Jall shkohet me vendosshmëri, me nijet, me qëllim të mirë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një i varfër që i posedon 2 dinar, 1 dinar e ka dhënë për Allah, faktikisht e ka dhënë gjysën e pasurisë së tij, ndërsa njëri i cili është i begatuar me shumë begati dhe nga begatit e tij të ndonë vetëm 100 dinar, ai nuk e ka dhënë gjysën e pasurisë së tij. Pra dëllëllë të ndërsh, në luftën e Uhudit, kur u plagosën zemrat e besimtarëve, nga se lufta më e vështirë që e përjetoi pejgamberi Allahut ishte lufta e Uhudit, nga se shumë të dashur të tij që i kish për krahas ndinin Allahut Azza wa Jall, vdesin dhe mbytën. Njëri nga ata, Axha i tij Hamza, ko pas pranimit të islamit të Hamzës, pas kalimit të tij në islam Hamza, muslimanët gjithnjë e njihin vetën e tyre krenar. Vdes dhe mbytet Hamza, Axha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo vetëm që mbytet, mirë po dhe masakrohet në këtë betejë dhe në këtë luftë. Plagosën shumë shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, plagosët dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si ka mundësi të ngadhnjeje një popull që e përgjaki fytyrën e pejgamberit të tyre. Megjithatë, Allahu Azza wa Jall zbret një ajet që jep kuraje muslimanëve, që thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an i Kerim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u dëpsoni, mos u ligështoni, mos u brengosni, për shkak se jo jeni më të lartë për derisa jeni besimtar. Pra lejo të ndërsh, gjithnjë besimtari është më i lartë me zemrën e tij, e nuk do të thotë të jeti lartë me trupin e tij. Pra nëse një pjesë e trupit tuaj është nda nga kjo dynja, nëse të afërmit e tuaj kanë shku në ahiret, nëse jeni brengos thellë në zemrët e juaja, dini se ju jeni ata më të lartit, përderisa Allahu Azza wa Jall ju ka dallu nga të qetë, ju ka stolis, ju ka begatu dhe ju ka bo besimtar. Dhe thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an i Kerim,
in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Nëse vërtet juve ju ka godit plagështia, nëse vërtet ju ndini dhimbje, dini se dhe armiku nin dhimbje si që ndini dhe jo, me bodallimi ku ashtë, ta ju jeni ata që shpresoni prej anës Allahut, atë që nuk e shpresojnë një besimtartë. Pra lehtë të ndërsh, ne mirëpresim vitin e ri, doke e përforcuan zemrët tona, doke ngrip nivelin e qëndrueshmërisë, doke vendos sinqerisht në zemrët tona, se viti arshëm nuk do t'jetë si kur viti kaluar. Viti arshëm do t'jetë i përmbushur me ibadete më shumë se sa viti kaluar. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshironte nga besimtar gjithnjë që të jenë optimista për të ardhmen dhe nuk pranonte dhe nuk e pëlqente pejgamberi Allahut pesimizmin. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith që e transmeton Imam Bukhariu thonte, ai i cili thot janë shkatru njerëzit, thot pejgamberi Allahut a janë shkatru, apo një transmetim thot ai ka shkatru, pra ai ka qenë shkaktar që i ka shkatru të qertë. Pat Khabbab ibn al-Arat, kur vjen të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pesimist para pejgamberit Allahut, dhe gjen pejgamberin Allahut në hijen e Qabës, dhe janë kohët pejgamberit Allahut, për vuajtjet të cilët i përjetonit në fillim të Islamit, u ankuan tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberit Allahut i skuqet fytyra dhe i tregon Khababit dhe atinve të ngjajshme si Khababi, se ata që ishin para jush, ishin më të vendos se jo, ishin më optimista se jo. Njëri nga ato, i mishin e grishin gropën dhe e shtinin në ta, tha pejgamberi Allahut, dhe e mirshin sharrën, dhe në kupën e kresë ti e sharronin digjisa, mirë po tha nuk e linin fen. Tha do të vjene një koja Khabab, që njeri o prej Hadramautit deri në Sana, di qitetet të Jemenit, do të tonë nuk do t'i friget as kujt, pra siguria do të jenë, fitoria do të jenë, nga dhënjimi do të jenë, deri sa tha pejgamberi Allahu dhe ujku do të flenë me dele dhe nuk do t'i hanë ato. Pra pejgamberi Allahut ishte optimist, deri në optimizmin e skajshëm, deri sa Aisha e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe i thot ja Rasulullah, a ka përjetu do një ditë më të vështirë dhe më të rëndë se sa ditën e Uhudit, se sa luftën e Uhudit? Tha pejgamberi Allahut po. Cila ishte dita më e rëndë? Cila ishin ditët më të vështira të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij? Tha ditën e Akabes, kur pejgamberi Allahut dëbohet nga Mekja dhe ja mësin Taifit me shpresë që thirrja e tij do të hase në vesh të cilët do të ndëgjojnë ftesën dhe thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkon pejgamberi Allahut te ta afërmit e tij, Abdu Jalejl, shkon dhe i fton në Islam, mirë po ata e përbuzin pejgamberin dhe thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e përgjakin pejgamberin Allahut, e dëbojnë dhe lëndojnë thellë në shpirt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe thot derisa unë u kthesha prej Taifit, ecna prej Taifit, nuk e kam hasë vetën time, derisa kanë mri me një vend të quajtur Qarnu Thalib, në minën e sotët. Erë pejgamberi Allahut dhe ati kur u ndala, tha e pash se mbi kokën time kish një re, tha hedha vashtrimin lartë,
Tha e pa Gjibrilin a.s. Përshëndet Gjibrili a.s. Pejgamberin Allahut, ku me vete shoqëronte dhe një melek, dhe i thot Gjibrili a.s. pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jalla ka ndëgju thirrjen tonë dhe ka vëre dhe ka shiqu gjithashtu përgjigjen e popullit që i thirrën në Islam. Para Allahu azza wa jalla këtë melek që më shoqëron e kalon nën kompetencat e tua, që çfarë ta urdhërosh ai do të vepron. Nëse dëshiron që ti paloje di kodra dhe ti përmbylse popullin e Taifit, është një gjendje ki melek që të vepron. Ai cili e pëlqente vëllezër të ndershëm optimizmin, çfarë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha jo asesi. Tha unë shpresoj në të ardhmen. Unë shpresoj në të ardhmen që nga këto burra të dalin njerëz që e madhërojnë, njësojnë Allahun azza wa jall, që e adhërojnë Allahun azza wa jall dhe nuk i bojnë ati ortak. Pasi kur pejgamberi Allahu e shiqojnë të Taifin, pasardhësit e popullit të Taifit, dhe ndodhi ashtu siç e parashiqoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nese i besimtar vitin e ri, dohem të parashiqojmë se viti i ri në realitet do tjetë fitore për besimtarët. Viti i ri do të ngadhnjim për muslimant. Viti i ri do tjetë ngritje për besimtarët dhe mposhtje për jo besimtarët. Vitet në vijim vëllezër të ndershëm janë për plot përgëzime për musliman të vuajtur vitet e kaluara, ka se Allahu azza wa jall është ai cili e kontrollon mbar botën, është krijuesi krijesave, dhe Allahu azza wa jall është duke i rëndit pozitat e besimtarve që të jenë kyç në politikën bashkohore. Vitin e ardhshëm, viti 2022, do tjetë për plot nga dhënjime nga besimtarët. Besimtarët nga viti 2022 do të qenë faktor të kyç në mbar botën në geopolitikën, për çka se Allahu azza wa jall i ka mposh zullumçarët, i ka mposh kriminalët, i ka bon atë pozitë që pa besimtarët, pa fen Allahut azza wa jall, pa muslimanët, s'kan mundësi të egzistojnë, s'kan mundësi që t'i marrin kom të tyre. Pra është Allahu azza wa jall ai që i rregullon pozitët e muslimanëve. Allahu azza wa jall premtoi, dhe Allahu premtimin e tij nuk e thën. Thot Allahu azza wa jall në Kur'anin e Kerim, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liudhhirahu ala ad-din kullih walau kariha al-mushrikun. Allahu dërgoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me mesazh. Cili ishte mesazhi i pejgamberit Allahut? Mesazhi i pejgamberit Allahut ishte që feja Allahu, dini Islam, do të ngadhnjeje mbi gjithë dinët tjera të shpikura të padrejta, edhe pse kat e urrejnë një besimtar. Pra dini drita Allahut azza wa jall nuk është dritë e cila shuhet, po është dritë e cila zmadhohet dhe zgjerohet. Dhe ne e presmi që vitet e ardhshme të mbër besimtar do të jenë sikur 7 vitet e Jusufit nga dhënjese me bollëk dhe mirësi, nga se muslimanët janë ata që i përjetuan 7 vitet e vuajqeve të kaluara. Pra Allahu azza wa jall i përgëzon besimtarët, dhe besimtarët çdo herë janë optimista, për këtë arsye janë aktiva në jetën e tyre. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson që të jemi të tillë. Ko thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
nëse njani prej jush e ka një fidan në dorën e tij dhe tenton për ta mbjell atë fidan, ndërsa në anën tjetër bëhet kiameti, thot mos ta lën pas dore pa e mbjell atë fidan, ani pse ndodh kiameti. Pra ban vepra të mira, ndihmoj dinën e Allahut Azza wa Jall, kontribo për dinën e Allahut, edhe nëse ti nuk i shef, edhe nëse nuk e shef fritin e asaj që e ke mbjell. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pëlqente optimistin, optimizmin, dhe pejgamberi Allahut ishte ai i cili nuk e pëlqente pesimizmin. Lutim Allahun Azza wa Jall që të jemi optimista, vetëm nuk mos të jemi optimista vetëm në vullnet e neglizhent në veprim, mirë po të jemi aktiv në vepra të mira dhe pasiva në vepra të keqia. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra vëllezër të ndershëm, besimtarët janë ata që e presin në vitin e ri, gjithashtu me planifikim të veprave të mira. Planifikimi se çfarë do të bëjsh në vitin e ri, që ta shkurton dhe ta mundson në realizimin e veprave. Dësen që bëhet pa planifikim, faktikisht është vepër e dështuar. Parat nëse në vitin e kaluar ke kalu vetëm me një hatme, planifikon që në këtë vit inshallah se paki ti bajnë 6 hatme. Nëse në vitin e kaluar ke qenë neglizhent ndaj prezentimit me xhamat në xhami, në këtë vit inshallah planifikon që mos të hike asni tekbiri fillestar në xhami. Para të leo të ndeshim të parë tonë, ishin ata të cilët planifikonin dhe realizonin dhe jetonin si që donte Allahu Azza wa Jall. Transmetohet nga Ameshi i cili thot Ameshi 60 vite, asë njëherë të këbiri fillestar në xhami nuk më ka hik. Pra se jemi ne optimista dhe njësa ne planifikojmë që vitin e arshëm, nëse donë Allahu Azza wa Jall, që të jemi gjallë, ta sërmushi me ibadete, qoftë edhe së paku me një jetë të mirë, nga se njeti dhe qëllimi jatë te i kalon veprës, dhe njerëzit shpërblehen tek Allahu Azza wa Jall si pas qëllimeve të tyre. Pra besimtari me ardhjen e vitit të ri përmison një jetin dhe qëllimin e tij. Përmison një jetin dhe qëllimin e tij. Gjithashtu besimtari mirëpret pra vitin e ri me vendosshmëri me zemër të tij që të bën vepra të mira. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që vendos që ta bën një vepër të mirë, mirë po nuk arrit me bën, i shkruhet te Allahu Azza wa Jall vepër e mirë. Pra prej sotit planifiko që në vitin e arshëm inshallah do të ish nga ato të cilët i thanë si thanë njonit nga selevëve të parëve tonë, cila vepra që shpreson më tepër që të shpëton në ahiret, cila vepra që shpreson më tepër që të ban dobi tek Allahu Azza wa Jall. Ai përgjigjet dhe thot, shpresa më e madhe imja ndaj veprës që më shpëton dhe më ban dobi tek Allahu Azza wa Jall është rojtaria që kam qenë rojtar 40 vite pranë zemrës time. 40 vite rojtar pranë zemrës time. Se herë që vinte diçka që të futet në zemrën time, ndalshna e kontrollosha dhe e pyetshna nëse është për Allah, e lejojshna që të hinë ta. Nëse nuk ish për Allah, e ndalojshna që të futet në zemrën time. Pra kjo është vepra më madhore, më madhështore që shpresoj që më sjell dobi në ahiret
nga se kam qenë rojtar kujdestar i zemrës ti me 40 vite dhe nuk di që ndonjëherë e kam leju të futet në ta diçka që nuk është për Allah. Para dëlledhë të ndërsh, nga këto fillon përmisimi, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo njëri nga ne e ban një organ me vetë, nëse arrin të përmison këtë, i përmisohen të gjithë veprat, përmisohen të gjithë gjymtyrat, e në fund o përgjigj pejgamberi Allahu dhe nuk na la këtë organ të pa njohur, tha, kjo është zemra. Zemra është ajo e cila përmison veprat, po zemra është gjithashtu që i prish veprat. Vitin e ri besimtarin e mirëpret vëllezër të ndershëm, gjithashtu me vepra të mira, nga se zgjatja e jetës për jo besimtarët faktikisht është kundër argument kundër atyre. Dhe Allahu Azza wa Jall zgjatjen e jetës të jo besimtarëve nuk e ka lavdëruar në Kur'an i Kerim. Dëgjoni çfarë thot Allahu Azza wa Jall për jo besimtarë, thot Allahu Azza wa Jall, awalam nu'ammirkum, a nuk jemi ne që juve ju dham jetë gjatë, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, a nuk i dham juve jetë gjatë derisa ai që pat dëshirë apo ai që dëshiron të përkujton në vetën e ti kish mundësi, wa ja'akumun nadhir, dhe ju ka ardhur qortimi prej anës Allahut. Disa kanë thonë, kjo ajet e ka për qëllim wa ja'akum nadhir, ju ka ardhur pleqëria, ju ka ardhur thimja e flokëve, ju ka ardhur kjo wa ja'akumun nadhir, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, a nuk ju kemi dhënë juve jetë gjatë që keni pas mundësi dhe keni pasën afat që të mendoni, që të meditoni, që të përgjigjni thirrjes Allahut, wa ja'akumun nadhir, dhe ju ka ardhur libri Allahut, ju ka ardhur sunneti pejgamberit Allahut, ju kanë ardhur thirrsat, ju ka ardhur pleqëria, ju ka ardhur mësimet e lloj-llojshme gjatë jetës tuaj, fadhuqu fema lidh-dhalimin min nasir. Atëherë përjetoni pra xhenemin, shijoni xhenemin, nga se për zullumqtarët ditën e Kiametit nuk ka ndihmëtar. Kjo ishte për jo besimtarët. Ndërsa për besimtarët, zgjatja e jetës dhe vepra e mirë është ajo e cila e ban njeriun që të shijon mirësitë e Allahut Azza wa Jall në xhennetin e tij. Thot Allahu Azza wa Jall për besimtarët, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, hani dhe pini, ju boftë mirë për vitet që i keni kalu në dunja, pa vitet e kaluara. Pra për besimtarit zgjatja e jetës, vëllezër të ndershëm, është mirësi, ndërsa për jo besimtar zgjatja e jetës është fatkeqësi. Apo thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lëvizin kam të birit Ademit ditën e gjykimit, derisa të pyetet vëllezër të ndershëm për 4 gjëra. Do të pyetet për jetën e tij, si e ka kalu, kohën e tij ku e ka harxhu, do të pyetet në veçanti për rinin e tij, si e ka shfrytzu, do të pyetet për pasurinë e tij, si e ka fitu dhe ku e ka shpenzu, do të pyetet për diturinë e tij, çfarë ka vepruar me ta. Po edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shfrytëzoni 5 gjëra para 5-ve, shfrytëzoje rinin tënde para se të plakësh, nga se nuk e din fuqinë, nuk e din mirësinë e fuqisë së trupit vetëm ai që është i lig apo është i plakur. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, ndaj dinimeteve janë përbuzësh, ndaj dinimeteve janë përbuzësh shumica e njerëzve, cilët e kanë këto dinimete, që thot pejgamberi Allahut,
që nuk ja din vlerën shumica e njerëzve. Njëna prej atinve është shëndeti dhe dita prej atinve është koha e lirë. Koha e lirë është ajo e cila i mbyt njerëzit. Para ata vëllezër të ndershëm nuk ja din vlerën shëndetit vetëm i sëmuari dhe nuk e din vlerën e kohës së lirë vetëm i angazhuari. Pra thot pejgamberi Allahut, shfrytëzoj 5 gjona para 5-ve, shfrytëzoj rinin tonë, pra shfrytëzoj fuqinë dhe aftësinë tonë që e ke në rini, para se ti humb këto aftësi në pleqëri. Shfrytëzoj kohën e lirë para se të angazhohesh, shfrytëzoj pasurinë tonë para se të varfërohesh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtonte sahabëve dhe thonte, ai që e ka vendosur me shku në haxh, le të shkon dhe të ngutet, le të shkon, nga se nuk e din, vitin e arshëm ndoshta i humb kafsha, vitin e arshëm i ndodhin angazhimet, vitin e arshëm ndoshta mbyllet rruga, vitin e arshëm ndoshta se muat ligët i shëndoshi. Pa dëllë të ndërshëm, shfrytëzoje pasurinë tonë, jepe para se të varfërohesh, shfrytëzoje shfrytëzoje që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shfrytëzoje dhe jetën tonë para se të vdisësh. Shfrytëzoj këta të mira që Allahu azza wa jall i ka dhon dhe ti ka dhuru dhe me ato të ka begatu. Pra Imam Bukhariu thonte me një varg, Imam Bukhariu thonte shfrytëzoj të mira të Allahut azza wa jall, igtanim fil faraghi fatla ruku'in fa asa an yakuna mautuka baghtatan. Shfrytëzoje kohën e lirë me direqat namaz, ndoshta vdekja të vjen pa e prit ata. Kem sahihin ra'aytu min ghayri saqmin dhahabat nafsu sahihatu faltah. Nga se sa njerëz të shëndosh i kam pa qenë të sëmur, i ka dalë shpirti atinve për një qas befas pa e prit aj. E njoni për atinve që ka vdek befas vëlledhët të ndërshëm, është Imam Bukhariu. Pa qenë i sëmur, Imam Bukhariu ka vdek. Me gjitha ta, me vdekje në Imam Bukhariut, nuk kanë vdek veprat e ti. Pas ati kalon Sahih Bukhariun, pas ati e kalon një libër të çmueshme të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që nuk e din askush se sa se vape Imam Bukhariu ti shkojnë në varrin e tij, nga se ishte ai i cili e shfrytëzoi jetën e tij, e shfrytëzoi kohën e lirë të tij, e sërmbushi me vepra të mira, ku pas ati la diçka. Kështu ishin shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që tregohet për shokët e pejgamberit Allahut. Nuk dim dhe një shok të pejgamberit Allahut që pak pasuri ka pas e nuk kalon në vakëf pas ati. Nuk dim dhe një sahabi, shokët të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që pak Allahu ja ka mundcu me lon diçka, e s'kalon një sadaka të rrjedhshme, me lon një sevap të rrjedhshëm që i ven në varin e ti. Pra atë thot Ibn Qayyimi, shfrytëzoje kohën tonë të lirë para se të angazhohesh. Thot Ibn Qayyimi, humbja e kohës është më e tmerrshme se vdekja. Humbja e kohës është më e tmerrshme se vdekja. Nga se me humbjen e kohës e humb ahiretin dhe humb Allahun azza wa jall. Ndërsa me vdekje, tha i humb vetëm familjar dhe i humb dunjan. Jusuf el-Qardavi thonte, njerëz të cilët e humbin kohën, janë ata që bojnë vetvrasje në jetën e tyre. Ata që e mbitin vetën e tyre. Kjo është vetvrasje, thot që ndodh parasive tonë dhe nuk ndeshkohet për ta askush. Hasan al-Basri thot, i kam rrit disa burra në jetën time që ishin më kopratës për kohën e tyre, se sa ju që jini kopratësa për derhem të juaj. Më të kujdesshëm për kohën e tyre,
se sa ju që kujdesni për pasurin të uaj, nga si ja dishin në lerën kohës, se me kohën ata arritëshin të fitojnë gjennetin Allahut. Pra dullet të ndërshëm, Omer ibn Abdulazizi për 2 vite e 6 muaj me shvizimin e kohës maksimalisht arriti që të përap drejtsin, arriti që ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të ban që të jetë i preokupuar me ahiret, para se të jetë i preokupuar me dunja. Ditën kur ardhë Omer ibn Abdulazizi në qeveri, i pa popuj që garonin në pallate të ndryshme dhe në dunja për 2 vite e gjys, e boni ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Omer ibn Abdulazizi që të garojnë për të bo pallate në gjennetin Allahu. Allahu në bovë nga ata të cilët vitin e ri e presmi me të mira, e presmi me vepra të mira, me garime për ahiret, me garime në vepra të mira, me garime në vepra që i donë Allahu azze wa gjell, e nuk në ban nga ata të cilët e manifestojmë dhe kremtojmë vitin e ri, as nuk e din se pse e kremtojmë. Ata e kremtojnë se një vit janë plak më tepër, nuk zohen për sukseset që i kanë arrit në vitin e kaluar, e as nuk planifikojnë të kenë suksese në vitin e arshëm. Këto janë ata të cilët thonë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vjen një kohë kur mençuria dhe mendja e njerëzve e burrave do të ngritet nga koka e njerëzve. Jemi me një zaman që nëse e pyet se çka kremton, pse gëzohesh, çfarë suksese ke arrit vitin e kaluar, asgjë. Çfarë planifikon të kish suksese në vitin e ardhshëm, që dhe ne t'ju bashkangjitemi gëzimit tuaj, as këta se ka në kokën e vetë. Pra nuk është koka, as nuk është koha që paralajmëroj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do të ketë meshkuj burra që nuk do të kenë të runë në mendjet e tyre, nga se të menduarit dhe mençoria dhe të rurit tyre do të ngritet nga kokat e tyre. Allahu në bon për ata besimtar të denjë, të cilët dim të shfrytëzojmë ditët tona, dim të shfrytëzojmë kohën tonë, nga se koha pjesë e jetës tonë. Nëse shkon një ditë, ka shku një pjesë e jetës tonë, ka shku një gjimtir prej gjimtirave të trupit tonë, ne për çdo ditë shkojmë për ahiret, jemi më afër dhe largohemi prej dunjas. Pra thali ibn Abi Talib, dine se dunjaja është kalimtare, ndërsa ahireti është i përhershëm. Ditët kalojnë, ju largoni nga ajo, ndërsa ajo që ju prit është ahireti. Para të veproni për atë që ju pret, dhe mos zgaroni në atë që kalon. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na ban nga ato